Dhe tragjedia në Koçani përveç asaj tregon një ndjeshmëri të humbur që ka shoqëria jonë ndaj asaj që ne kërkojmë në vazhdimsi, ajo është funksionimi i shtetit. Se si çdo gjë bie si një kull me letra, vetëm sepse raporti jonë ndaj ligjit është shumë i dyshimt. Gjithmonë duam të funksionojë ligjit e tjetrit dhe jo te ne. Gjithmonë kemi dashur që ta anashkalojmë një shkelje, mirë po të funksionojë te tjetri. Dhe ajo që më dhem më shumë, Xhemi, është se nuk i dia mësuam nga kjo tragjedi, për të thënë që duhet të krijojmë atë kulturën e funksionimit të institucioneve. Edhe kjo pastaj lidhet me gjithçka, lidhet edhe me kulturën, edhe me fushat e tjera, edhe mënyrën se si ndahen fondet, edhe me mungon drejtësia, shtet në cilin mungon drejtësia. Edhe mendoj se ngjarja për cilën flet ishte një ngjarje e përsëritur sepse ne kishim shumë tjera më herët. Pikërisht, atë po them, na rikujtoi. Gjithçka që nuk parandalohet ose që nuk ndalohet në instancën e parë, vetëm rritet nëpër masë.